Në një lëvizje që dëshmon qartë përdorimin e medias si mjet trysnie mbi drejtësinë, avokati i pandeuri Erion Veliajt Plaren Dreca doli këtë të enjte në një konferencë për mediat pikërisht një ditë përpara zhvillimit të seancës gjyqësore në gjykatën administrative kundër prokurorit Olc Dado. Kjo dalje publike, programuar në prag të seancës, u shfrytëzua për të hedhur akuza lidhur me ecurinë e procesit gjyqësor të kryebashkiakut të Tiranës në gjykatën administrative, ndërsa presioni ka shkuar deri aty se avokati i pandeuri një tjetri të pandeuri ka kërkuar të aktivizohen mekanizmat e kontrollit ndaj gjykatës, një presion i hapur ky ndaj gjyqësorit që bëhet nga avokati Dreca dhe kryebashkiaku i arrestuar për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale. Erion Veliaj. Prej ditësh në hapësirën publike dhe në burimet hapura mediatike në raportuar pretendime jashtëzakonisht shqetësuese mbi tentativat mundshme ndikimi dhe presioni institucional në lidhje me këtë proces gjyqësor. Madje publikisht janë artikuluar dhe pretendime për ndikim të paligjshëm dhe tentativa korruptimi me qëllim që kjo çështje të mos arrijë kurrë në shqyrtim në themel. Në çdo shtet serioz të së drejtës, pretendimet e kësaj natyre do mjaftonin minimalisht për të aktivizuar menjëherë mekanizma institucional të verifikimit dhe kontrollit. Presioni dyshes Veliajt Dreca ka kapërcyer çdo limit etik, duke kërkuar tashmë zyrtarisht vënien nën pranga institucionale të trupës gjykuese. Përmes një kërkese absurde për aktivizim të mekanizmave të kontrollit, avokati i pandehur nuk po kërkon drejtësi, por po përdor institucionet si shkop gome mbi kokën e gjyqtarëve, vetëm 24 orë përpara dhënies së vendimit. Fillimisht u ngritën dyshimet të forta mbi faktin se përse është përfshirë Bashkia e Tiranës në një padi që është çështje personale Erion Veliajt. Mëtej mbrojtja i ka kërkuar stafit të bashkisë që të marrin pjesë në gjyqin e së premtes, një lëvizje kjo që shpërfaq një përpjekje të qartë për të krijuar një trysni artificiale në sallë, ngjashëm me rrethimin e GKK-s në kohën e gjyqit të Erion Veliajt. Dhe tashmë në një akt që sfidon logjikën e shtetit të së drejtës, një i pandehur nga SPAK si Plaren Dreca merr guximin t'i tregojë gjykatës mekanizmat e kontrollit. Kush po i bën presion gjykatës? Në fakt presion gjykatës po i bën Plaren Dreca dhe Erion Veliaj, se nuk po shikojmë që të ketë ndonjë reagim nga shoqata e prokurorëve, nga prokurorët vet apo nga avokatët e prokurorëve në këtë çështje. Del Plaren Dreca në një konferencë shtypi pa u shprehur gjykata. A nuk është ky një presion mbi gjykatën? I kërkohet stafit të bashkisë të marrin pjesë në gjyq. A nuk është ky një presion mbi gjykatën? Del në konferencë dhe kërkon aktivizimin e mekanizmit të kontrollit. A nuk është ky një presion mbi gjykatën? Pasi dështuan të intimidonin prokurorët e SPAK, strategjia e radhës është terrorizimi i gjykatës përmes inspektimit, duke kërkuar aktivizimin e mekanizmave të kontrollit pikërisht në prag të seancës. Dreca ka shpallur hapur shtrëngimin e lakut mbi gjykatën administrative. Plaren Dreca doli në konferencë këtë të enjte dhe i bëri presion gjykatës dhe pastaj thot gjykatës po i bëhet presion. Në rast se ka një fakt që po i bëhet presion gjykatës, ky është avokati Plaren Dreca i pandeuri SPAK-ut, i cili ka dalë një ditë para vendimit të gjykatës në një konferencë shtypi. Nuk është një presion ndaj gjykatës ky, pse nuk heshti të shkonte në seancë të priste vendimin e gjykatës. Apo i gjithë strategjia ishte, hajde të bëjmë një padi, t'i bijem këtij prokurorit se nuk kemi gjë në dorë. Të paktën të bëjmë disa konferenca shtypi, thrasim dhe stafin e bashkisë, mbledhim njerëz, siç bën presion kur rrethuan GKK-n kur u arrestua Erion Veliaj. Ndërsa Dreca flet për mungesë transparence, veprimet e tij dëshmojnë një strategji mediatike që përdoret për shkak të mungesës së fakteve të tjera në dorë, duke bërë avokatin personin që po ushtron pikërisht atë presion që denoncon publikisht.